Sot është një ditë e bukur, një ditë e shenjtë, një ditë falje, një ditë që vjen pas një muaji të gjatë të agjërimit, kështu ju urojmë të gjithëve gëzuar Bajramin, një ditë ku njerëzit janë më afër me njëri tjetrin, kanë gjetur atë paqen e tyre, një ditë feste gjithashtu, por për te datës në kalendar, kjo ditë e Bajramit patjetër që është një rrugtim dhe një paqe shpirtërore, ndaj do të flasim për simbolikën, kuptimin e vërtet të kësaj dite, për besimin në kohët moderne që po jetojmë, për rrugtimi personal drejt Zotit të gjithë secilit prej besimtarëve musliman, ndaj çfarë kemi për të thënë, do t'i themi në këtë hapësirë, edhe pse në familjet tuaja jeni duke bërë gati të gjitha ritualet simbolike të kësaj dite. Jam në studio me Hoxh Shpëtim Serenaj, mirë se erdhë dhe gëzuar Bajramin. Mirë se u gjeta, gëzuar për gjithë shqiptarët, veçanti muslimanët, të cilët kanë agjëruar dhe kanë kaluar një muaj sakrifice dhe sot është dita ku besimtarët festojnë çeljen e Ramazanit dhe Bajrami është një fest e veçantë për besimtarët muslimanë. Do ta shpjegojmë edhe kuptimin dhe simbolikën se pse kjo është një ditë e veçantë, jo vetëm në kuptimin e festës, por edhe në atë kuptimin shpirtëror. Jam gjithashtu me Jona Kaso, që është gazetare dhe besimtare muslimane. Mirë se erdhe, Jona. Mirë se u gjete, faleminderit për ftesën. Prej sa vitesh je në besimin musliman edhe vetëm pak muaj më parë ke vendosur edhe shamin apo jo? Po, tani unë do e nis nga familja, sepse familja është çelësi çdo gjëje, familja ime ka qenë besimtare, por jo praktikant. Ne festonim për një kohë shumë gjatë Ramazanit dhe pjesa e Ramazanit mua më ka ardhur nga familja, do thënë agjërimi dhe çdo gjë tjetër. Unë kam filluar që në moshën 10 vjeçare që ta agjëroj me shkëputjet e lehta, jo gjithmuajin, sepse kemi qenë fëmijë në atë kohë dhe nuk i dimi shumë mirë po çelësin e të qenerit me agjërime dhe nuk e dimi në thellësi se çdo thoshte mirësia e Ramazanit ose edhe e Bajramit, por që mendoj që me kalimin e kohës njeriu duhet që të fillojë dhe të kuptojë vetë se ku duhet të drejtohet, te cili besim edhe duhet të drejtohet tek Zoti dhe duhet të fillojë dhe të mësoj vetë rreth gjës që shpirti i tij ka nevojë. Edhe mendoj që çdo njeri këtë duhet bëjë, të kërkojë drejt asaj që shpirti i tij ka nevojë, që është Zoti. Çfarë praktikisht ndodh në ditën e sotme? Nga mëngjesi me faljen dhe pastaj gjithë ritualet e ditës. Si vjen dita e sotme në familjet tuaja dhe në familjet e çdo besimtari musliman? Tani në çdo familje shqiptare, sidomos në familjet muslimane, pasi falin namazin e mëngjesit, i drejtohen xhamive dhe bëjnë një lutje të veçantë që quhen tekbiret e Bajramit. Çfarë janë tekbiret e Bajramit? Janë madhërimet ndaj Zotit, duke thënë Zoti është më i madhi, ai meriton të falënderohet për suksesin që na dha, që e kaluam këtë Ramazan me sukses, të lehtë dhe Zoti na i bëri shumë të lehtë edhe në fund fare gjithë besimtarët gjatë gjithë ditës së Bajramit falin dhe Bajramin, urojnë njëri tjetrin besimtarët, urojnë familjet, komshit që të kalojë një vit i mbarë për ta, të ketë prosperitet, të kenë mirësi, begati në familjet e tyre. Edhe pastaj është dreka. Është vizita që bën me njëri tjetrin, sidomos brenda familjes, brenda fisit, te komshit, sepse edhe komshiu është pjesë e pandashme e njeriu. E festës, pra. Qëllimi është të bëhet të qenit tash. Përpara se të falet Bajrami, besimtarët që kanë agjëruar në veçantë, ata japin zekatin e fitrit. Është ndihmat ushqimore si pastrim për veten e tij edhe për të qenë solidar dhe me atë që s'ka, që siç feston ai Bajramin, ta feston ai që nuk ka mundësi. Të gjithë atë ditë duhet festojnë. Pra gjithë ditën e Bajramit, patjetër besimtarët duhet ta festojnë, duhet të gëzojnë. Janë çdo mërzitje, çdo mëri, çdo smir, atë ditë është dita e solidaritetit, dita e harmonisë, e bashkimit, e ndjeshmërisë. Për ty, Jona, si është kjo eksperiencë kjo ditë, pra pas studios ku do shkosh? Po, unë do thoja që ti duke qenë se ke agjëruar gjithë muajin, e ke ulë atë egon tënde dhe ke filluar që të reflektosh pak me veten tënde, vjen dita që ti gjitha këto uljet që ke bërë tek vetja jote ti finalizosh në një ditë që është Bajrami. Do më thënë, profeti alayhis salam e thotë që sikur ta dinin njerëzit ose umeti im që mirësitë e Ramazanit, do donin që edhe ata të çdo ditë të vitit të ishte Ramazan. Pra, është një gjë shumë e bukur për ata që vërtet besojnë dhe praktikojnë fen muslimane dhe Bajrami është finalizimi i gjithë kësaj gjëje, domethënë që ti agjëron, ul veten tënde, fal ata njerëzit që ty të kanë bërë keq, që të kanë dëmtuar, fal gjithë njerëzit që mendon që mund të kenë bërë
keq, je në raport të drejtë me veten dhe me të tjerët. Pra, është një ditë që ti mbizotëron vetëm mirësia, domethënë siç e tha edhe Hoxha që ti atë ditë përcjell vetëm mirësi, jep zakatin, jep sadakan e fitrit për atë që nuk ka mundësi të japi zakatin. Pra, është një ditë që gjithë njerëzit duhet të gëzojnë. Pra, gjithë fëmijët, gjithë rinjt, të moshuarit që nuk kanë mundësi, duhet jenë në paqe me veten dhe me Zotin. Po, a është ky njeriu i vërtet? Pra, ky njeriu që ka qenë gjatë gjithë muajit, ky besimtar apo ky agjëruesi që ka lënë larg veset, ka agjëruar, është lutur, pra ka qenë më afër Zotit, ka qenë njeri më i mirë. Ky është i vërteti? Dhe a ndryshon pastaj pas një muaji? Ç'është e vërteta, Ramazani vjen tek njeriu për t'i dhënë një mundësi se si duhet të jetojë njeriu. Larg veseve, sa më i devotshëm, sa më besimtar, sa më fetar, sa më solidar, sa më zemërmadh, edhe më i përkushtuar ndaj Zotit. Por Ramazani hiku. Sot është Bajram, edhe çfarë mësuam nga Ramazani, që ky lloj përkushtimi që kishim këto ditë Ramazani duhet të vazhdoj. Duhet të vazhdoj, sepse s'ka kuptim të kemi një jetë të dyfisht ose një jetë i mirë në Ramazan dhe pastaj mas Ramazani vazhdojmë jetën ku e lam para Ramazanit. Pikërisht. Ky është mesazhi më i fortë, sepse vetë Zoti thotë nuk ka nevojë Zoti për agjërimin, për ushqimin që lëmi një anë, kur ti vazhdon akoma me punën e keqe. Çfarë kuptuam nga kjo gjë? Neve agjërojmë sepse dobësojmë egon ton, shkatrojmë atë të keqen ton të brendshme, se njeriu ka dy gjëra brenda, edhe të keqen dhe të mirën, varen ka ushqen. Varet kush ngre më tepër krye. Më shumë kush ngrihet. Atëherë feja është një arsye më e fortë për të ushqyer anën pozitive të njeriu. Edhe për ta shkelur, po ta themi kështu, egon edhe anën negative të njeriu. Është me vështirë në kohët që jetojmë, Hoxh, shpëtimi në kohët moderne për t'i afruar të rinjt drejt besimit, sepse janë më të shpërqendruar, duhet thënë. Si e keni parë ju nga eksperjenca juaj? E bisedoj edhe me besimtarë, me njerëz, nëse në kohën e Enverit, për shembull, feja ishte ndaluar me ligj për shkak të diktaturës, edhe njerëzit ndoshta e kishin më të vështirë për të shfaqur besimtar, por e ruanin më shumë atëherë, fsherozi. Kurse sot kemi një sfidë të madhe të rive, kemi një sfidë, pavarësisht se është demokraci, ka liri, veprimi, ka disa pengesa rinia që e pengon të shkojë drejt besimit. Për shembull, drograt, veset e këqija, problemet e shumta sociale, ekonomike, domethënë shkatrimi i familjes. Të gjitha këto kanë çuar në mospërqendrimin e njeriut edhe largimin e tij. Por ata që i janë afruar besimit, i kanë ndryshuar jetësisht duke... Si që kemi parë dhe fotot nga xhamia namaz gjas, për shumë, namazin e teravis, apo namazin e natës, të Dino Hoxha, apo në kombinat, apo kudo në çdo xhami, ka pas një prezencë të madhe të rinjve. Po të shikosh fotot, pamjet, shumica janë 95% janë të rinj. Kjo tregon është një qasje, është një trend që rinia ka shpresë, rinia për i kthehet besimit, rinia për e gjen veten tek besimit e morali besimit, duke kaluar... Kjo tregon dy gjëra, tregon që kemi dhe më shumë probleme sociale dhe njerëzit i kthehen besimit sepse ndihen më keq? Kjo shoqëri, ky lloj sistemi që është ngritur, nuk po i jep më. Njerëzit po kanë më shpresë. I ka përdorur të gjitha, i ka marrë të gjitha, i ka përdorur të gjitha alternativat dhe prapë se ka gjetë veten. Edhe thot, duhet kthehet patjetër te besimi në Zot, të kthehet te shpirtërorja, jo tek materiale, sepse njerëzit sot janë shumë materialistë. Edhe egoist. Është bërë jeta e tillë. Edhe i ka tjetërsuar. Teknologjia i ka larguar. I tjetërsuar njerëzit. Por feja e mban njeriu të jetë prapë qenie njerëzore dhe humane dhe të ketë ndjeshmëri. Kjo është një mrekulli e madhe. Të qenit bashkë, kur jemi të gjithë të barabartë përpara Zotit, pa dallim statusi edhe pa dallim pozicionesh. Ta jep feja sepse Ramazani na bashkon, për shembull. Iftarët bashkë. Taravije bashkë, namazet bashkë, çdo gjë bashkë, familjet bashkë, kudo bashkë. Edhe shoqëria që fton njëri tjetrin për iftare bashkë. Çfarë mesazhi na jep Ramazani që o njerëz, vazhdoni të jeni bashkë, sepse është një terapi e suksesshme për të larguar stresin edhe vetmin. E vërtet. Terapit në grup janë terapit e njohura, botërisht. I ka feja të gjitha. Na urdhëron feja të bëjmë gjërat bashkë.
familja tjetë bashkë. Sot Bajrami festohet bashkë. Për te tavolinës, për mua, për ne besimtarët, e rëndësishme është dashuria, harmonia me familjen, antarët e familjes. Se sa ushqimi, baklavaja, mishi, ajo është një zbukurim. Po zbukurimi vërtet është harmonia, dashuria dhe respekti ndërsjet me njëri tjetrin, në familjen, shoqëri dhe me shok. Megjithëse dje ka qenë dita e fundit e agjërimit, ishte bukur të shikoje hoc shpëtimin teksa gatuat e përgatiste iftaret për gjatë të gjithë muajit të agjërimit për besimtarët në xhamin në kombinat apo jo, ku ju keni mundësuar edhe mencën, por edhe kuzhinën për t'i ndihmuar dhe për t'i bërë sa më të lehtë të muaj agjëruesve. Kemi disa momente që kemi shkëputur pikërisht nga përgatitja e iftarit të djeshëm, që ishte iftari i fundit, kështu që dorim t'i ndanim edhe me shikuesit, pse jo? E ndjekim. Si shikoni, jemi në ditën e fundit të iftarit për agjëruesit, tu në xhamin e kombinatit. Sot iftari është shtruar për të dy xhamit në fakt kombinatit, xhamis Vjedhë dhe 3, bashkojmë dy xhamit bashkë për ta mbyllur Ramazanin bashkarisht, sepse mesazhi i Ramazanit është të jemi gjithë bashkë, edhe të vllazërohemi, edhe të kemi harmoni. Gjella sot është tas kebab, pilaf me fajidhaqe, edhe do të kalojmë ndej. Filloj shpërndarja e ushqimit, tashmë erdhi koha e iftarit dhe agjëruesit po falen sipër edhe poshtë po bëjmë gati iftarin. Zoti është përbleft, sepse është e bukur të shohësh për çdo ditë të muajit, t'ju gatuash 100 vetave për të marrë iftarin dhe shumë të tjerëve të cilët nuk vinin aty, po që personat e pranishëm ja u çonin për të marrë ushqimin e dur pas një dite të lodhshme agjërimi. Prej sa vitesh e bëni? Që nga koha e pandemisë, ku njerëzit u izoluan në shtëpi, koha e tërmetit, ishte ideja që të fillojmë bëjmë diçka për banorët, edhe t'u çojmë iftarin nëpër shtëpitë e tyre. Edhe aty pas sa vjen kalunin vite dhe u bëm më profesionist, eksperjenca ishte më e madhe, më e mirë, edhe se kemi lënë si traditë, sepse ndihesh mirë. Ramazani përveç që është adhurim, po është dhe shërbim ndaj njerëzve. Kjo është një mrekulli vetë. Me siguri që janë ndier shumë mirë të gjithë të pranishmit që kanë marrë iftarin aty. Është një motiv shumë i mirë edhe për stafin. Unë gjej rastin nga ky ekran t'i falenderoj stafin tim të mrekullueshëm, edhe ato djemë të ri që na ndihmojnë. Që kanë qenë gjithmonë në angazhim, në gatishmëri, Zoti u shpërbleft. Amin, pafund. Është kënaqësi e papar ti shërbesh agjëruesve dhe të marrësh uradet e tyre pafund. Nuk e qenë keq me gatimin. Për gjatë gjithë muajit recetave ndryshme. Ka qenë domethënë biles djemtë dhe besimtarët thonë kemi 10 ditë vetëm mish furre, mish gjëra domethënë që janë se kishim rast se futshim mirë kofshën, herë qoftet, ta bënim çik të ndryshme që mos bëhet bajat, por kemi 10 ditë e fundit edhe me sallata, pra dhe jeni kujdesur që të ishte edhe shëndetshme si menu. Sallatat, ëmbëlsirat, pijet, frutat, të gjitha, pra që është një menu e plot. Pra prej 5-6 vitesh ka qenë ky proces që do vazhdojë dhe më tepër si traditë e kësaj xhamie në kombinat. Po unë dua të falenderoj pak donatorët që kanë dhënë çdo ditë ka një donator që e paguan këtë iftar. Se doja të pyesja, po tash mos kishit marrë ndonjë fond edhe fondi e dikush është, vjen nga vetë besimtarët, sidomos nga shqiptarët, nga banorët e kombinatit, që kanë ikë për diasporë për një jetë më të mirë, por që s'e kanë harruar kurrë zonën e tyre, vendin e tyre që ka nevojë. Nga Amerika, nga Kanadaja, nga Gjermania, nga Italia,
nga gjithë vallet ku Të jetojnë. cilët kanë zgjedhur të paguajnë çdo ditë nga një iftar për gjithë banorët e zonës. Pashtu edhe të tjerë, besimtarët. të tjerë, domethënë bizneset të vogla të lagjes ose të zonës që sjellin diçka, sepse kur bëhet lla për iftar, të gjithë sjellin diçka. Thonë është mirësi, është begati. Kjo kultura e të dhuruarit, e të dhënit diçka, të përmbush shpirtërisht. Unë do thoya te kjo pjesa që Profeti alayhis salam ka thënë që në qoftë se një person i jep dikujt një iftar, një agjëruesi, ai merr sevapet e atij personi siç ka agjëruar atij. Pra edhe ai që agjëron, por edhe ai që nuk ka agjëruar i merr të njëjtat sevape. Pra mirësia është shumë e madhe, ndoshta në gjeste të vogla, por Zoti, domethënë këto gjeste të vogla i bën shumë të mëdha. Domethënë ideja e Ramazanit kjo është që njerëzit të solidarizohen me njëri tjetrin dhe të japin sadakat, japin personave që kanë agjëruar një iftar, sepse ti gjatë gjithë ditës nuk konsumon asnjë gjë, nuk konsumon as ujë, as ushqim, thjesht je vetëm me veten tënde dhe me nefsin tënd dhe ideja e agjërimit kjo është që ti ta ulësh nefsin tënd drejt asaj gjëje që të takosh veten. Po, të takosh veten. Se gjatë vitit, përveç se të takosh Zotin dhe ti je më i thellë në Ramazan. Je më i kthjellët, je një marrëdhënie shumë fort me veten. Pyetjen e parë që bëra është një njeri i njëjtë pas Ramazanit. Domethënë Zoti Nina i ka thënë që veprat më të pëlqyera tek unë janë tek ai person që i bën të pakta por të vazhdueshme. Pra, ne nuk mundet që të jemi në muajin e Ramazanit jemi shumë full sepse falim namaz teravih, jemi shumë të lidhur me Zotin dhe mbas muajit të Ramazanit ne nuk kemi namazin e teravih, nuk kemi plotësisht namazin e natës, siç mblidhen gjithë të rinj në xhami siç e tha dhe hoxha, por jemi vetëm me veten tonë. Pra, atë namazin e natës duhet të çojmë dhe ta falim vetë, jo me gjithë njerëzit e mbledhur në xhami. Pra, këtu është edhe ai pjesa, domethënë që është A ka paragjykime për mënyrën se secili ushtron besimin e tij? Mua personalisht e kam vënë re në disa raste që edhe më kam paragjykuar. Unë përpara se të vija në këtë emision kam bërë edhe një intervistë tjetër me dikë tjetër në një televizion ndërkombëtar. E kam publikuar në rrjetet sociale dhe kam vënë re që njerëzit aty janë shumë me gjuhuretje, domethënë nuk e di pse kanë këtë pjesën, por që ideja është që këto gjëra aty mos të ndalojnë së bëri mirë dhe së bëri atë që zemra jote ndjen. Po. Kjo ndodh kudo. Në rrjetet sociale, në YouTube, kudo çfarë do lloj besoj gjithmonë ata gjejnë të keq. Si ka mundësi që kemi këtë gjuhuretje dhe kemi këtë mungesë? Ignoranca është problemi vetë. Domethënë sistemi komunist i la njerëzit, domethënë sidomos ato brezat 50 vjeç e sipër ka një mungesë tekstuar fetare. Nuk kanë dije, informacion edhe patjetër edhe flasin kështu. Por unë nuk e shikoj problem këtë, nuk është problem. Sepse një njeri që është mirë vet nuk mund të shajë dhe të flasi aq keq. Kjo tregon se sa keq janë ata që komentojnë atë gjuhë. Unë mendoj që një njeri që nuk është informuar, nuk është i edukuar, nuk ka besimin e duhur, normal që atë lloj gjuhe do përdori. Pra mungesa e informacionit, mungesa e vetbesimit ndonjëherë bën njeriu që të shkojë edhe të drejt asaj gjuhe. Domethënë, kjo është çelësi çdo gjëje, më fal hoxh, edukimi domethënë. Nëse një person nuk është i edukuar edhe me atë frymën e besimit, të njëjtën gjë do bëj, por ne si besimtar nuk na shkon që të shkojmë në të njëjtën vijë, domethënë është etika jone, një besimtari që mos i kthesh, mos i drejtohesh me të njëjtën gjuhë, por të bësh lutje që edhe ai një ditë të kthehet, edhe të fillojë dhe të besojë drejt besimit në Zot, të fillojë edhe ai të njohë veten e vet, domethënë se kjo fundi e fundit është çelësi çdo gjëje. Madje edhe Ramazani këtë na mëson që ne të fillojmë edhe të kthehemi drejt vetes, të bëjmë lutje për të përmirësuar më shumë veten tonë për të arritur një gradë shpirtërore më të lartë. Kjo është e gjitha domethënë. Edhe Bajrami është çelësi kësaj, pra dita sot. Kulmi i gjithë këtij muaji për ta pranuar dhe falja. Për të mbështetur, tha bukur që zoti shkojmë pas gabimit tjetër. Po në fakt unë e shikoj edhe këtë në një aspekt tjetër. Ne si besimtar do të sprovohemi në këtë botë. Patjetër do të përplasesh me gjën tjetër, por je në provë. Ai ashtu si thua, po do ndryshosh. Dhe Zoti është vëzhgues. Edhe të çon një sprov, dikën që flet keq për ty dikush, por ti do të vazhdosh rrugën tënde, besimin tënd, moralin tënd. Profeti alayhi salatu wasalam çfarë i thot? Sillu mirë me atë që cilët keq. Pra të keqën tjetër ktheja me të mirë. Se do të bëhet, po ashtu ja jetë thot, do të bëhet armiku më i madh, do të bëhet miku më i ngushtë i yti. Pra, ti mos ndrysho. Pavarësisht para te ke një person që sillet keq, flet keq, s'ka problem. Ai nuk din ndoshta. Ka paragjykime. Ti me moralin tënd, me sjelljen tënde, do të kesh aftësinë ta kthesh atë. Edhe është e vërtet.
njeriu që është besimtar i mirë, i sjelljëm, dallohet në lagjen, në shkollë, në punë, në sjelljen, patjetër do ndryshojë mendim tjetri. Është e domosdoshme, është diçka e vërtet. Po, në lidhje me mënyrën se si festohet sot Bajrami, ka ndryshime me vite më parë? Bota komercialiteti i ka zbehur pa kuptimin e vërtet të çdo feste, vetëm të Bajramit. Nëse do e merja tek aspekti im, unë do thoja që duke qenë se kam agjëruar dhe kam filluar para 8 vitesh që unë ta praktikoj fenë islame, mendoj që të shikoj gjithë ata të rinj, gjithë ata njerëz që mbushin sheshin e Skënderbeut plot, do thoja që kjo gjë sa ka filluar edhe është bërë më traditë tek ne, domethënë kam filluar që besimtarët e shumë të praktikojnë fenë muslimane dhe të jenë më të shumë, në opinionin tim dhe në mendimin tim. Dallohet. Ne do të vazhdojmë bisedën pas një ndërprerje të shkurtër publicitare që do të na rikthej përsëri këtu. Kemi të flasim për këtë ditë të bukur, të shenjtë, të Bajramit, por do doja të ndalesha pak te udhëtimi jonës në Mekë, për të na treguar pak për eksperiencën e saj aty. Ka qenë vjet udhëtimi yti i shumë pritur, se kushdo ta dëshironte një udhëtim në Mekë. Udhëtimi im në Mekë në fakt ka qenë kështu, siç e the dhe veti shumë pritur, por unë kisha një periudhë kohe që e kisha planifikuar, jo nga ana monetare, nga çdo anë tjetër, po se thoja që gjatë kohës që unë praktikoja namazin, isha gjatë gjithë kohës që ja, Allah të lutem, ma mundësoj që edhe unë të shkoj në shtëpinë tënde, të vinë në Mekë, por sepse do thoja që udhëtimi për në Mekë është një ftesë nga Zoti, domethënë, nëse ti shkon atje, thjesht e di që e ke ftesën nga ai. Edhe ndodhi një moment që mua më erdhi një ftesë nga një miku im dhe nga një shoqja ime dhe thanë që ne po planifikojmë që të shkojmë në umre, a do të na bashkohesh? Dhe isha kështu dhe, okay, kjo është dita ime. Ka ndodhur në muajin nëntor, në momentin çfarë të bëri përshtypje? Çfarë kishe imagjinuar dhe çfarë gjete? Të gjithë aty në qendër, të gjithë bashkë pa dallim statusi, pasurie, komësie, të mbledhur bashkë në një pikë të përbashkët. Pikë së pari mendova që sa shpejt ma pranoi Zoti lutjen. E dyta ishte që kur ne Mekën e shikojmë nga televizioni ose nga figurat të rrjetet sociale, themi që okay, domethënë, por kur shkon aty unë nuk mund ta shpjegoj me fjalë sepse është thjesht ndjetësi. Domethënë, është një ndjetësi që vërtet unë nuk arrit ta shpjegoj dot me fjalë. Ka njerëz që kur shkojnë aty qajnë. A qave jona? Po, në momentin e parë që unë kam parë Mekën, thjesht më ka hip një qarë që unë nuk e kuptova pse, domethënë prandaj them që unë po, jo gëzimi, një lloj paqe, një lloj ç'a ndodh, pse qajnë njerëzit kur shkojnë në Mekë? Është thjesht një ndjesi që ti takon ose shef vendin e parë ku ka shkel profeti Muhammed alayhis salam, profeti Ibrahim kanë shkel shumë profet. Edhe domethënë kur ti e sheh veten aty, sepse domethënë në momentin që ti beson edhe praktikon fenë muslimane, për ty janë shumë të rëndësishme gjërat. Edhe tavafi që bën gjatë Mekës, edhe koha që shpenzon aty, sepse një namaz aty është i përcaktuar sikur ti ke fal 70.000 namaz, domethënë ka peshë shumë të madhe. 100.000 namaze. Mund të më korrigjoni se unë nuk jam e fushës, nuk jam teologe, por që me njohuritë time të pakta, domethënë aty janë të gjithë në një veshje, pra jo, domethënë për burrat është veshje e ihramit. Ajo është momenti ku bëhet umra, rituali i umrës që zgjat 3-4 orë, pastaj heq atë pëlhurën e bardhë. Por që pastaj vesh rroba normale. Ndërkohë për negocat nuk është se është nuk ka diçka specifike, ti mund të vishësh shumë si të duash. Ajo veshje e bardhë për ne tregon që domethënë kur largohesh pastrimi i shpirtit, pastërtia, bardhësia e zemrës, edhe kur largohesh nga kjo botë, një copë pëlhurë do të marrësh me vete. Ka një simbolik më të thellë, pra, përveç se pastrimit. Merr mesazhe drejt për drejt aty. Se çfarë është jeta? Po. Çfarë kuptimi ka ajo dhe si duhet ta jetosh, edhe çfarë duhet të bësh që ti jesh një njeri më i mirë. Bëri një lutje? Kam bërë shumë lutje, jo një lutje, kam bërë për gjithë botën, kam bërë edhe për personat që aktualisht unë do e përmend, sepse vërtet ky Ramazan më ka rikujtuar shumë se sa me fat dhe se sa falënderues duhet që të jemi për luftën në Palestinë dhe për gjithë luftrat kudo që po ndodhin tani. Edhe uroj shumë që këto gjëra që bëhen nga njerëzit vetë të ndalojnë së bëri dhe të ndalojnë së marrë jetë njerëzish të pafajshëm.
kjo ka ndodhur shumë vite, ka ndodhur me vite me radhë, por që këta persona që nuk kanë asë një hurmë për të hapur iftarin, t'i bëjmë lutje që Zoti t'ja lehtësoj këtë gjë. Një ndër lutjet që unë e kam bërë ka qenë për popullin e Palestinës, edhe do vazhdoj t'a bëj akoma edhe në këtë ditë të Bajramit. Kështu që për familjen time, për shoqërinë, për gjithë njerëzit besimtarë, sepse duke parë edhe shembullin e profetit alayhis salam që është Kurani që ecën në tokë, që ashtu që është cilësuar, në momentin e fundit të jetës tij ka thënë umeti im, domethënë, që prapa ai nuk mendoi veten e vet, po mendoi popullin e vet. Kështu që ne ndoshta nuk mund të arrijmë. Pas këtij udhëtimi të shumë pritur, shumë dimensional, ti jona u ndjeve më afër me Zotin apo gjete më shumë veten, u afrove më shumë me veten? Unë pasi u ktheva, sepse në familjen time janë gjithë besimtarë, janë gjithë praktikantë, edhe mami, edhe vllai, edhe motra, edhe unë isha në një botë ndryshe, si të thoja, do të thënë më dukesh bota vetja sikur ku jam, sepse nga një gradë shpirtërore shumë lart që je në Mekë, kthehesh prapë tek vendi jot që përballesh me njerëz, me situatën, me rutinën. Edhe thjesht në një moment pyeta mamin dhe i thash unë du të mbulohem, sepse një ndër duat që unë... do të thoya që pas udhëtimit në Mekë, ti more vendimin për të vënë Shami. Ajo ka ndodhur një vit pasi unë kam bërë umrën, sepse fal Zotit mamin e kam pas mbështetjen më të madhe, edhe kur mamit unë i bëj këtë pyetje, sepse pa lejen e prindrit ti nuk mundet të vendosur dot Shamin. Mamin tha thjesht unë një pyetje do të bëja, je gati? Dhe unë pash veten time që në atë momente nuk isha gati. Shamia, domethënë vendimi për të vendosur Shamin ka ardhur një vit mbas umrës. Ka qenë thjesht një moment që unë jam ndryer shumë afër me Zotin në ato momente. Pata një periudhë, një situatë në jetën time që nuk e di, unë ndjeva shumë lart edhe në momentin që po lexoja Kur'an, më ra jeti i surës Nur ku thot ja Muhammed suj femrave ose grave që po nëna besimtare që të hedhin mbulesat e tyre në krahërorët e tyre, dhe unë thash, okay, kjo është dita ime. Thjesht vendosa dhe nuk i thash asnjë njeriu. Me Shami dhe si ndjehesh ti? Unë ndjem sikur e kam pas gjithë jetën, me thënë të drejtën. Edhe sa herë që diskutoj me shoqërinë time, më thonë që nuk të mbaj mend kur ke qenë pa Shami, domethënë pavarësisht se karriera ime ka qenë pak, siç e thatë vetë, unë jam gazetare, kam shkruar artikuj, kam një karrierë timen, edhe në web akoma dhe tani ekzistojnë disa foto që jam unë pa Shami, nuk kam mundur dot që të bëj kërkesë për heqjen e atyre fotove, por që unë kam një të kaluar edhe unë nuk e fshet dot. Kështu që është kjo raportit midis meje dhe Zotit, kështu që Shamia është e përjetshme, mund të marrin vendim një ditë një grua për ta hequr? Njeriu është i lirë. Shamia është një obligim fetar, po obligimi më i madh është besosh Zotin. Tani kur ti merr vendimin të besosh dhe ta praktikosh besimin, edhe Shamia është një pjesë... Jo, mund të besoj, po thjesht do ta heqi Shamin, ka marrë një vendim se s'po ndihet për ta mbajtur. Njeriu nuk është, njeriu është i lirë të veprojë. Zoti thonë në Kur'an që ne kemi lënë njeriun të lirë. Ja të besoj, ja të mohoj, ja të veproj, ja mos veproj. Pra është i lirë njeriu. Ja ka lënë dorë njeriut vetë të zgjidhje, jo imponuar. Edhe kjo është e bukur e kësaj. Që kur ti e merr vendimin vetë, ndjen një lloj kënaqësie, një lloj gjëje. Po nëse mund të sprovosh për shumë arsye, edhe mund të ta heqësh. Ka ndodhur raste. Ka një lloj frike kur e heq se mos të ndodh diçka. Dikush problemi për shembull në ditën e Kurban Bayramit, festën, për shembull bëhet kurban dhe thot Zoti në Kur'an, tek Zoti nuk shkon gjaku, po devotshmëria. Në Ramazan, kur thot o ju besimtar, agjironi Ramazanin që të arrini devotshmërinë, kërkon devotshmërinë Zoti. Po dhe Shamia është një simbolik fetare, adhurim, po tregon devocion, tregon besim më të plot. Jo sa që është besimtare pa Shami nuk është besimtare. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Neve kërkojmë nëpërmjet këtyre veprimeve të jetë besimin radh parë, morali. Pastaj ka shumë njerëz që ndoshta e veshin Shamin, po e kanë moralin e keq. Apo jo? Po. E kanë sjelljen e keqe. Por mua kjo kthehet pastaj është problem i madh. Ose ka besimtar që mundohen të mbajnë aspektin fetar të jashtëm, shumë shmjekra, synet profetik. Kur ti nuk di ta mbrosh mjekra me moralin, atëherë pse e mban? Ne kërkojmë moralin për tek kësaj gjëje. Duhet ta justifikosh Shamin, duhet ta justifikosh përkushtimin tënd fetar të jashtëm. Domethënë,
Është më rëndësishme kjo pjesa e sjelljes së brendshme dhe devotshmëria. Sjellja, devotshmëria, pastaj këto tjerat. Sepse pastaj Zot na fal, kjo shami edhe mund të kthehet në copë një leck pa vlerë. Kur ti e prish moralin, sjelljen dhe sillesh keq me tjerët. Jo, unë do thoj edhe këtë pjesën që aman kur e vesh shamin edhe mbron është mrekullim vetë, një simbiozë e bukur, po. Ti duhet të jesh në raport me atë që ke, me atë që Zoti të thot. Domethënë, nëse ti nuk je në vit të drejtë me këto gjëra, atëherë normal që diku të çalon. Edhe njerëzit pastaj do fillojnë të gjykojnë jo mua si jon, jo mua si person, po do të fillojnë të gjykojnë fen muslimane. Unë e ka pak më përpara pjesën që më tha mami që a je gati, domethënë, sepse nuk është një gjë thjesht okay, hajde do e ve dhe shko vere. Po domethënë do kohën e duhur. Do ditën e duhur kur ta vendos, domethënë ti duhet të kesh një lloj njohurie, duhet të kesh një përgatitje të duhur që pse un po e vendos këtë. Unë duhet t'ia thosh edhe vetes që ore çfarë po bëj unë, domethënë. A jam unë në gradën e duhur për të vendos këtë gjë? Ose për të vendosur mulesën dhe fajta të vogla që e vendosin shamin. A kanë qenë ato të vetëdijshme për rolin dhe simbolikën apo kuptimin, se simbolika, kuptimin e vërtet të shamis, apo kanë qenë ndoshta nga prindërit dhe feja, besimi, praktika, për cilët është dhe e trashëguar, përveç një vendim personal. Shiko, unë për këtë gjë do thoja që duke qenë se një person rritet në një familje besimtare muslimane, për një fëmijë të vogël që ai nuk e ka filluar të kuptojë akoma thelbin e besimit ose thelbin e fesë, mendoj që është edhe pak nga familja, domethënë që është vendimi i familjes që një vajzë e vogël të mbullohet. Të marrë këtë vendim. Po. Për ta mbyllur Hoxh një urim për shikuesit dhe besimtarët në këtë ditë bajramit. Të gjithë shqiptarët, besimtarët musliman, që t'i kalojnë sa më bukur të ditë feste, të jetë një bajram i mrekullueshëm dhe viti i tyre të jetë gjithmonë bajram. Edhe uroj që shqiptarët sa më shumë të jenë më afër Zotit, sa më shumë afër moralit, sepse po ja afër Zotit do të jesh larg veseve, larg problematikave. Dhe kesh një paqe në vete. Paqe me vete, paqe me të tjerët. Me të tjerët. Edhe nga urimi unë thjesht dëruaj gjithë besimtarëve, kudo që janë në gjithë botën, që këtë muajin e sakrificës, se Zoti ja ketë pranuar çdo lutje, çdo dua, edhe bajrami qoftë sa më i gëzuar dhe inshallah e festojnë me njerëzit e zemrës, edhe qofshin gjithmonë, siç e tha edhe Hoxha, ditë bajrami. Emër të emisionit tonë Rezidjet gëzuar të gjithë besimtarëve muslimanë në këtë ditë të bajramit, kalofshi sa më bukur dhe ju përshëndes, kalofshi bukur fundjavën, jemi të hënën live.